për kandidatët për kryetar komune, respektivisht me datën 25/8/2013, pas garimit të 2 kandidatëve, zonës Arbëriena Gaci dhe zotri Jakub Dutoshi, Komisioni Zgjedhor i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje të përbërë nga Valdret Ahmeti, monitoruesi zgjedhjeve dhe Prishtinë, Rubik Bejtullah, kryetar i Komisionit, Teki Dobroshi, antar i Komisionit. Ky komision zgjedhor bazuar sipas rregullores së brendshme të Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe nga të dhënat e përgjithshme mbi ecurinë e votimit në pika qendër, Rrugov, Cornjak, Ponoshec, Dujat, Hereq, Skidjan, Bërkos dhe pika në Vërgjim, dhe nga të dhënat e grumbulluara në këto pika, rezultoi se kandidatja fituese për kryetar komune në Qendrën e Lëvizjes Vetëvendosje Gjakov është zonja Arbëriena Gaci. Me 87% të votave të fituara, kundrejt kandidatit tjetër, zotri Jakub Dutoshi. Komisioni konstaton se ecuria e zhvillimit të votimit ishte korrekt, pa probleme. Votuesit ishin të pajisur me kartel identifikimi. Fillimi dhe përfundimi i votimit ishin në kohë të caktuar. Kandidatës fituese, zonës Arbëriena Gaci, ju dëshirojmë suksese, respekt dhe gjithë të mira. Prandaj, më lejoni të ftoj për të marrë fjalën për shëndetje. Të nderuar aktivistë dhe aktiviste të Lëvizjes Vetëvendosje, zonja dhe zotërin, të gjithë të pranishëm, përshëndetje dhe mirësevendje. Falenderoj të gjithë ata që patën besim dhe votuan për mua, duke më mundësuar kështu që nga sot unë zyrtarisht të jem kandidate në kryetarin të Zgjedhjeve të Gjakovës në Lëvizja Vetëvendosje. Unë jam në Lëvizjen Vetëvendosje sepse besoj në konceptet, nocionet dhe parimet e Lëvizjes Vetëvendosje. Kam qenë vetëvendosëse, sikur si të gjithë bashkëpunëtorët e mi që duan drejtësinë, që duan lirinë, që ja duan të mirën këtij vendi dhe janë të gatshëm të marrin përgjegjësi për ta zhvilluar këtë vend. Lëvizja Vetëvendosje si vjet për herë të parë të jetë në garë për të parën e komunës. Por të nderuar të pranishëm, kjo nuk është vetëm një garë për të fituar vendin e parë. Kjo është një garë për të bërë një ndryshim. Kjo nuk është një garë në mes nesh dhe kandidatëve apo grupeve të tjera. Kjo është një garë për të ngjallur besimin se bashkë mund të bëjmë më shumë për të mirën e këtij vendi. Është një obligim, është një përgjegjësi që na përket të gjithë neve. Që pushteti të jetë për popullin dhe jo anasjellta, sikur se ka qenë deri tani. Pastaj, se kjo garë në të cilën përhyn Lëvizja Vetëvendosje, unë dhe të gjithë ekipi që do të jemi bashkarisht, po ju afrohemi me sinqeritetin dhe shkëlqymin dhe përgjegjësinë më të plotë që të ofrojmë më të mirën e mundshme për ne dhe për fëmijët tanë. Siç e dini, komuna e Gjakovës nga vitet e pastuftes ka ngecur në të gjitha aspektet. Dhe kjo në radhë të parë vjen si pasojë e keqërisë që është bërë nga shumë parti dhe pushtetarë. Komuna e Gjakovës sot është njëra ndër komuna me gjendje më të dobët ekonomike dhe me një mirëqenie të dobët sociale. Lëvizja Vetëvendosje me alternativën e saj qeverisëse angazhohet që modeli ekonomik në Kosovë për brenda atij të ekonomisë së tregut të jetë ai një shtet i zhvilluar, duke balancuar zhvillimin ekonomik me burimet dhe resurset natyrore, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik që do të sjellë një
të zhërë mundësit ekonomike të punës së Gjakovës. Zonja dhe të tëri, qytetarët e Gjakovës sot ballafaqohen me haraç, me fajte dhe me zhvepim të pronave. Subjektet politike që deri tani e kanë pasur pushtetin e dorë, ato që kanë marrë vota dhe besimin e qytetarëve, për shkak të pafuqisë apo për shkak të mungesës së vullnetit, nuk kanë bërë asgjë në këtë vend. Lëvizja dhe vendosje është e bindur dhe e gatshme që të luftojë këto zotëritë që kanë shkatruar ekonominë e vendit. Është i vetmi subjekt që do të luftojë haraçin, krimin dhe dukuritë tjera negative të komunës tonë. Ne do ta kthejmë besimin tek njerëzit, që duam të bëjmë zhvillimin ekonomik dhe të investojmë ndershëm në komunën tonë. Të dashur pranish, zgjedhjet e validshme në Kosovë, në Gjakovë, po edhe në Kosovë janë karakterizuar me vjedhje votash në Anglinë. Ka parti që punojnë dhe angazhojnë për të vjedhur dhe të shpërdorur vullnetin e lirë të qytetarëve. Lëvizja dhe vendosja si jetë ju garanton fuqishëm se do të angazhohet maksimalisht në ruajtjen e votës. Tani vëzhguesët dhe komisionerët e lëvizjes dhe vendosje, aktivistët të dëshmuar në përgjithësinë e tyre, do të jenë në secilën qendër të vendosjes. Jemi të përgatitur dhe do të japim maksimumin që çdo kush të mbajë votën e qytetarëve. Më besua përgjithësia që bashkë me ju të jemi njëra ndër alternativa për ndryshimet sociale dhe ekonomike. Unë besoj se qytetarët e Gjakovës do dinë të bëjnë dallimin në mes televizjes dhe vendosje dhe partive tjera në pushtet. Do dinë të bëjnë dallimin dhe mes një oferte të ndershme dhe të sinqert nga lojka dhe premtimet boshe. Besoj se së bashku do ta bëjmë këtë, sepse me lëvizjen dhe vendosje bashkërisht gjithçka është e mundshme. Ta pranojmë këtë përgjithësi, përveç obligimit moral, bindjes se do të jemi të suksesshëm, ndershmërisë dhe qëllimit më të mirë për të ofruar një alternativë për qytetarët e Gjakovës, është edhe fakti se në këtë dorë do t'ju jetën përbashkë me një grup të mirë të njerëzve, të cilët kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë të qenë pjesë e lëvizjes së vendosje për t'u ofruar shtetit të Gjakovës, qytetarëve të Gjakovës, për të qenë në dispozicion të arritjes së një të ardhme më të mirë për këtë komunë. Njëri ndër ta është Dritan Qapushit, i cili përfundoi studimet për mjekësi veterinare në Universitetin e Tiranës dhe pastaj vjoj doktoraturën në Universitetin e Lirë të Berlinit. Tani është asistent të rregullt në Universitetin e Prishtinës, por bashkë me mua e mori përsipër që të vim kësaj gare dhe bashkë me shumë të tjerë të rinj të cilët unë i përgëzoj për guximin dhe besimin dhe besoj fuqishëm se do të jemi bashkë të suksesshëm në këtë gare. E kisha lutur Dritoni që të thotë një fjalë raste dhe t'ju njoftoj edhe për aktivistët, anëtarët e tjerë që tashmë i kanë bashkangjitur lëvizjes së vendosjes. Disa prej tyre sepse janë shumë dhe nuk mund të themi të gjithë. Aktiviste dhe aktivistë të lëvizjes së vendosje, nderuar kryetar Kurti, nderuar zonën e Rrocit. Sot, gjatë homazheve që kryen tek varrezat e dëshmorëve në Kodrën e Shabratit, ishte e pashmangshme që të kujtoj njohjen time me lëvizjen dhe vendosje. Kujtoj vitin 2005 kur grave qyteti i Gjakovës në rrugët e këtij qyteti dhe në rrugët e kryeqytetit kërkonin në mënyrë të dëshpëruar një përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre. Në kohën kur partitë tjera politike kishin hallet e tyre të ndryshme, një grup i trinjve vendosi të bashkohej këtyre nënave dhe familjarëve, duke bashkëndjerë me to dhe duke shëshuar në gjitha protestat e tyre.
duhet të pranoj që në atë kohë ka mendu se me gjithë admirimin që kisha për këta njerëz, me gjithë simpatin, isha shumë skeptik se kohja që kishte marrë vendi ynë kishte shpresë për të ndryshuar. Pas shumë vitesh, gjatë muajve të fundit, bashkë me një grup njerëzve që sot kam bërë të prezentoj para jush, realizuam duke parë degradimin e vendit në aspektin institucional, në aspektin ekonomik, duke parë shkundjen e themeleve të Republikës, se qëndrosh duar lidhur anash përderisa dheu në këmbë, po gryet është hipokrizi. Dhe se sipas gjykimit tonë nuk ka rrugë tjetër për të arritur këto qëllime të një ndryshim i vërtet përveç lëvizjes vetëvendosje. Para se prezantoj këta bashkëpunëtorë që thyn heshtjen, thyn apatit, duhet që shkurtimisht të nderoj e shpreh respektin tim thellë dhe admirimin për gjithë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje Qendra në Gjakov, që e dëshmuan përkushtimin e tyre, me guximin e tyre dhe me qëndrueshmërinë gjatë gjithë këtyre viteve. Pa këta njerëz, ne të rit nuk do të gjenim një derë për të fitur. Kam derë në veçantë se sot para jush prezantoj një pjesë të aktorëve, kandidatëve të reja në lëvizjen vetëvendosje në listën e kësaj lëvizje për asamblenë komunale. Duhet të filloj me gjithë paraqitjen e saj të mrekullueshme me zonin Arbërie Nagaci, e cila ka qenë një motivuese shtesë për gjithë të tjerët që kësaj ngare ja vlen. I kemi pas qëllimet e qarta, po besoj që kemi edhe një rrugë të duhur për të lëvizur drejt ndryshimeve. Zotri Enver Hula, ekonomist, ish kryetar i komunës së Gjakovës dhe drejtor i disa ndërmarrjeve të ndryshme. Zotri Visar Haxhibeqiri, arkitekt në një institucion që mirret me ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Shkrim Saçia, pronar dhe biznesmen, pronar një biznesin nga Gjakova. Drita Tunjaku, një juriste e ish kryetare e gjykatës komunale në Gjakovë. Ermal Kusari, një koleg mjek veterinar, i cili vlerësohet ndër studentët më dalluar që ka pas Universiteti i Tiranës në këtë fushë. Zotri Hashim Puska, profesor në Universitetin e Prishtinës, një studente, Arbresha Tahira, studente ekonomikut, Zotri Fitim Abrashi, ekonomist, besoj që përveç përgatitjes tij profesionale është rasti thuhet se Fitimi paraqet një shembull të atyre që e dhanë më të shtrejtën, e patën guximin që gjatë luftës të rrezikojnë jetën e tyre, mirë po ditën që të sillen në paqe dhe të vazhdojnë jetën e tyre normale. Jeton Dalladaku, arkitekt,
Agon Batusha, si dhe besoj për shumicën nga ju i njohur, një e kisha quajtur me kuptimin e plot fjalës artist, një kameraman i vjetër i Radio Televizionit Prishtinës dhe i Radio Televizionit Kosovës, zotëri Rushdi Domi. Duhet të kërkoj falje për gjithë tjerë që nuk i përmenda, dhe tani podiumi takon kryetarit televizijës vetëvendosje, zotërit Ashim Kurti. Televizijës vetëvendosje, të nderuara pjesëmarrës të këtij tupimi, të nderuara zonja Adriana Gopsi, të nderuara zotëri Treton Çaushi, unë kam nderin dhe kënaqësinë që sot ndodhem këtu në mesin tuaj dhe më lejoni që ta përgëzoj qendrën e vetëvendosjes në Gjakov për demokracinë e brendshme, ndërkaq zonjës Adriana Gopsi t'ia uroj fitore. Në Gjakovu dëshmuat që lëvizja vetëvendosje përveç se frymë kombëtare, përveç se koncept shoqëror, përveç se politike drejt, përveç se organizate mirë, ka edhe demokraci të vërtet e cila rezultoi me kandidatën e duhur. Adriana Gopsi ka lindur me 29 mars të vitit 1970. Ka përfunduar studimet në gjuhë dhe letërsi shqipe në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, por njëkohësisht edhe Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, ku tash i vijën studimet master në kuadër të degës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Prej vitit 1995 e deri në vitin 2006 ka qenë mësimdhënëse gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollën fillore Yll Morina, kurse nga viti 2006 e deri në vitin 2012 ka qenë drejtoresh e po të njëjtës shkolle. Zonja Gopsi është angazhuar në shumë programe të USAID-it, KEC-it të Moshtit, si krye facilituese për udhëheqjen dhe menaxhimin e shkollave, si trajnere për të drejtat e njerëzit së fëmijëve e të tjera. Ka mbaruar gjithashtu edhe programin 6 javor për leadership në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizja vetëvendosje është më shumë se sa e gatshme dhe më shumë se sa interesuar për ndryshime në Gjakov. Manifestin e vetëvendosjes e kemi avancuar në program politik për të avancuar tas së fundi edhe në alternativë qeverisë. Alternativa jonë qeverisë i ndërlidh në mënyrë organike shtetin zhvillimor, shtetin e së drejtës dhe shtetin social. Këtë alternativë qeverisë, bashkë me emrat që lezuar dhe që nuk u lezuar këtu, ne do të përkthejmë në alternativë qeverisë lokale në mënyrë që në çdo aspekt ta transformojmë për të mirë qytetin dhe komunën e Gjakovës, si në aspektin socio-ekonomik, po ashtu edhe në atë politiko e institucional, sepse jemi të interesuar që Gjakova të mos mbetet një qytet në rënim e sipër, por një qytet i zhvilluar ashtu siç e meriton dhe siç është e drejta e qytetarëve të këtij vendi. Pas luftës e din që dy qytetet që janë dënuar më së shumti janë Mitrovica edhe Gjakova. Në vend se të ketë drejtësi, kishim pa drejtësi, dhe në vend se të kemi zhvillim, kemi njerim. Qyteti i Gjakovës gjithë din që shtrihet në të majt të lumit Erenik dhe rrezikut kodrës së Qabratit. Së qytet me këtë emër daton që nga shekulli 15, por lulëzimin e vërtet e filloi në shekullin 16 dhe në fillim të shekullit 17. Në këtë periudhë u ndërtua xhamia e Hadumit në vitin 1554, prej nga filloi ndërtimi i qytetit, mejtepi, biblioteka, hamami, sahatkulla, medreseja e madhe, hani i vjetër, kompleksi i teqës së madhe,
si dhe urat lidhëse të qytetit miliumin krena, ura këto që ekzistojnë edhe sot e kësaj qytete. Gjakova gjithmonë ka pasur të zhvilluar ekonominë dhe mund të thuhet se gjithnjë ka qenë qytet me karakter ekonomik. Pas luftës së dytë botërore, Gjakova zhvilloi industrinë dhe bujqësinë, duke i bërë kështu shtylla kryesore zhvillimit ekonomik. Lirisë së Kosovës, Gjakova ja dha 290 dëshmor dhe rreth 1000 martir, si dhe qindra invalid të luftës. Gjakova ka qenë një nga komunat e rralla në Kosovë, për të mos thënë vetmja, ku është zhvilluar edhe luftë urbane gjatë luftës shëritare. Me 27 prill të vitit 1999, ndodhi një nga krimet më makabre të regjimit të Serbisë Miloševićit, masakra e Mejës. Atë ditë u vranë dhe u zhdukën 377 shqiptarë civil të pamatosur e të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptarë. Trupat e shumicës prej tyre u gjetën pas lufte në përvareza masive në Kosovë dhe Serbi, përderisa një pjesë e konsiderueshme e tyre ende nuk dihet se ku janë varrosur. Ne jemi të bindur që tek e vërteta arrihet nëpërmjet kërkimit të përgjegjësisë. Ne i dimë se kush janë përgjegjësit, ne i dimë se ku jetojnë ata, nevojitet vullneti politik e institucional për t'i akuzuar ata dhe për t'i ndjekur ata. Kjo mungon si në institucionet qendrore, po ashtu edhe në ato lokale. Ne e dimë që punën më të madhe për ndryshimin e fatit të pagjeturve nuk e kanë bërë institucionet që janë të thirrura për një gjë të tillë, por e kanë bërë shoqatat e familjarëve të pagjeturve me krye shoqatën e thirrjes të nënave. Ekonomia e Gjakovës është shkatëruar gjatë luftës për të mbetur e tillë edhe pas luftës. Humbjet në ndërmarrje shoqërore ishin llogaritur rreth 109 milion marka gjermane, kurse në sektorin privat afro 100 milion marka gjermane. Gjakova nga një qytet industrial është ndërruar në një ndër qytetet më të varfër të Kosovës. Në vitin 1989 kanë qenë 45 ndërmarrje shoqërore me mbi 20.000 punësorë. Ka qenë zhvilluar gjithashtu edhe ekonomia private, ku ishin të regjistruara 920 subjekte afariste. Sot qyteti vuan nga papunësia e lartë, që si rrjedhoi përshpihet drejt tek largimi një numri të madh të qytetarëve nga qyteti. Shumica e këtyre ndërmarrjeve u takonin punëtorëve, të cilët kishin fituar pronësinë e fabrikave me anë të blerjes së aksioneve gjatë viteve të 90-ta, kur kishte filluar liberalizimi i tregut të Jugosllavisë. Fabrika elektromotori ishte një ndër fabrikat më të rëndësishme të Gjakovës. Ajo ndërtuar në vitin 1972 për të prodhuar motorët elektrik për lavatriçet që prodhoheshin në fabrikën e Nishit. Për shkak që nuk ishte fabrika e vetë e tillë, elektromotori i Gjakovës u la anësh me qëllim që pas disa viteve të mbyllej tërësisht. Por lidhja me Gorenjën e Slovenisë rriti dukshëm vëllimin e punës në fabrikë. Hapësira e fabrikës u dyfishua, si dhe asortimenti i prodhimeve u zgjerua. Në ditët e saj më të mira, kjo fabrikë prodhonte 1.380.000 motorë në vit, dhe kështu arriti që numrin e punëtorëve ta ngrisë në 1.030 punëtorë. Përveç elektromotorëve për lavatriçe, tani në fabrikë filloi të prodhoheshin edhe elektromotorë industrial me kapacitet shumë më të fuqishëm. Në shumë pak vite, elektromotori arriti të ketë shkallën më të lartë të përpunimit në industrinë e Kosovës. Nga teli i bakrit dhe llamarina si vende parë prodhoheshin elektromotor, dhe kjo shkallë përpunimi ishte më e lartë se fabrika e amortizatorëve në Prishtinë dhe ajo e radiatorëve në Gjilan, të cilët kishin më shumë punëtorë. Elektromotori gjysmën e prodhimit e shiste brenda tregut të Jugosllavisë, e gjysmën e eksportonte në Gjermani, Çekoslovaki, Rusi e Turqi. Suksesi i industrisë bëri që shumë të rinj të studionin për shkenca eksakte. Deindustrializimi i komunës së Gjakovës ka bërë që të humbet kontinuiteti i punës që ekzistonte në fabrikë dhe shumë punëtorë dal nga dal i kanë humbur aftësitë e tyre profesionale. Ndërmarrjet që janë privatizuar kryesisht gjatë vitit 2006, si Mulliri, Modeli, Kooperativa e Becit e të tjera janë jo aktive, ndërsa vetëm Dugagjini dhe ish fabrika e tjegullave Niki S janë duke punuar e mbijetuar me vështirësi. Gjakova ka mundësi ta zhvillojë sërish industri. Përveç elektromotorit, mund të zhvillohet edhe industria metalike, ku prodhohen litar qeliku, gozhda, kypa
për të zinkuar profile e traka metalike komerciale. Mandej, industria e tekstilit, ku prodhohen pëlhura pambuku, lëkura artificiale si dhe lloje të ndryshme të rrobave. Industria kimike, ku prodhohen shampone për përdorim industrial dhe shtëpiak, si dhe produkte tjera kimike për higienë shtëpiake. Industria ushqimore, që lidhet drejt me plektorinë dhe bujqësinë, si dhe industria e materialit ndërtimor që merret me prodhimin e tullave, bloqeve, montave, tjegullave, dyrëve dhe dritareve, pllakave e gypave prej betonit. Lufta e shkatroi Gjakovën e pas lufta nuk e zhvilloi Gjakovën. Pushteti aktual këtu në Gjakovë konsiston në korrupsion e uzurpime, në zhvatje e diskriminimit. Punësimi është përgjithsisht partijak, ndërkaq bizneset vendese janë shtypur e ngulfatur. Ne të vetëvendosjes i duam ndryshimet në Gjakovë për të mirën e Gjakovës. Edhe Gjakova jam i bindur se i do ndryshimet për hir të vetvetes. Emri i subjektit që sjell ndryshime është vetëvendosja. Emri i njeriut që sjell ndryshime është Arbrije Nagopsi. Vetëm vota për Arbrije Nagopsin dhe vetëvendosjen është votë për ndryshime. Prandaj, gatishmërisë së Arbrije Nagopsit për ta ndryshuar Gjakovën, le të përgjigjemi me gatishmërinë tonë për të ndihmuar zonjës Nagopsi për çdo ditë, për çdo javë deri me datën 3 nëntor, kur duhet ta kremtojmë fitoren tonë, dhe pas datës 3 nëntor, kur na presin shumë punë për ta transformuar rrënjësisht e për të mirë qytetin e komunën e Gjakovës. Urime vetëvendosjes në Gjakovë, urime qytetarëve dhe gjithë Gjakovës.